Investimet në shkolla dhe terrene sportive në fshatin Agim u shërbejnë vetëm pushtetarëve dhe jo të rinjve, pasi ato nuk janë më efektive në këtë fshat me tradita në arsim, kulturë dhe sport, që sot po përballet me fenomenin e largimit masiv të rinjve. Ky largim i vazhdueshëm ka ngritur shqetësime të mëdha për të ardhmen e zonës. Shkolla 9-vjeçare e zbrazur nga nxënësit është mbyllur edhe pse u rikonstruktua gjatë viteve të fundit, ndërsa mjediset sportive, që dikur gumxhinin nga zërat e të rinjve, në ditët e sotme shërbejnë për kafshët dhe shpendët si patat, rosat dhe bagëtit, e jo për njerëzit e veçanërisht të rinj, të cilët numërohen me gishtat e duarve. Kështu janë shprehur banorët, sipas të cilëve fusha e terrenet sportive, të cilat shërbenin për të fuqizuar potencialin e të rinjve, për të shfaqur talentet, për t'u argëtuar dhe për t'u përgatitur fizikisht, si dhe për socializimin mes tyre, për të rritur një brez të shëndetshëm dhe një shoqëri të shëndosh, aktualisht nuk kanë se kujt i shërbejnë. Investimet në shkolla të zbrazura nga nxënësit dhe terrenet sportive, që nuk ka kush i frekuenton, nuk janë funksionale në fshatin Agim, i cili po hyn në një cikël të shpejtë boshatisjeje, ndërsa popullsia e re në moshë është në rënje të shpejtë, pasi emigrimi i të rinjve po përforcohet më tej nga dita në ditë në vend që të ulet. Falderojmë Apollonin që vjen interesohet te, po se tjerë nuk vinë këtu. Vetëm merren nëpër qytet, se çka ka qyteti, këtu në fshat nuk del njeri. Falderoj Apollonin edhe një herë për 100 herë që vjen interesohet për problemet të fshatit. Por kështë shkolla, bërën sa morën parat ata, edhe ikën e mbyllën. Më mbyllë shkolla s'ka nxënësme. Ka shkollën një bosh, ka që ka ngelur bosh, çdo gjë. S'ka asgjë me aty. Përpara ka qenë shumë bukur. Kishe qef, vini fëmijët, nenat me fëmijët e vegjël i sillnin aty, gjithë lule dele, shumë bukur, shkolla bukur, funksionante. Tani s'ka, ka ikur rinia. Vetëm shpesë, kafsh, këto kanë fushën tonë, s'ka gjë tjetër. Shkolla është mbyllur, s'ka. Fusha sportive frekuentohet nga të rinjt? Jo, s'ka të rinj, kanë ikur gjithë emigrim. Shkolla është mbyllur, s'ka nxënës. S'ka shkollë në Agim. Jo. Kushtet e jetesës dhe infrastruktura e dobët në fshatin Agim, njësisë administrative Libofsh, janë gjithashtu faktorë që ndikojnë në vendimarrjen e të rinjve. Për t'u larguar sa më parë, kanë theksuar banorët për televizionin Apollon. Në fshatin Agim, të rinjt shqiptar shohin pak perspektivë për të ardhmen e tyre në vendlindje. Shumë prej tyre ndjejnë se ky fshat nuk ofron mundësitë e duhura për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme dhe të suksesshme. Mungesa e optimizmit për të ardhmen i shtyn të rinjt e fshatit Agim të kërkojnë një të ardhme më të mirë jashtë kufive, ndërkohë që investimet e kryera në vitet e fundit në shkollën 9-vjeçare dhe terrenet sportive nuk ndihmuan në normalizimin e situatës, pasi të rinjve u ka humbur shpresa. Banorët e fshatit Agim falenderojnë dhe vlerësojnë televizionin Apollon si e vetmja media që interesohet për problemet dhe shqetësimet e komunitetit të fshatit Agim.